Në këtë fund vit, ku askush nuk mendon t'i dhurojë Vllaznisë, është kjo e fundit që duhet bëjë një dhuratë super të kushtueshme. Rreth 35.000 euro duhet paguaj klubi ndaj 3 futbollistëve, Rajović, Bushić dhe Mehmedović, deri me datën 2 janar ose në të kundërt do ndëshkohet. Pas paralajmërimit të drejtorit sportiv Armir Grima për borxhet ndaj futbollistëve dhe rrezikun e dënimit nga FIFA, janë bërë publike dhe emrat e lojtarëve. Futbollistët në fjalë kanë luajtur sezonet e kaluara me Vllaznin dhe janë drejtuar FIFA-s për të marrë para që u takojnë në bazë të kontratave. Situata nuk duket as pak e mirë në klub, ku administratori dhe numri 1 i klubit për momentin, Neritan Kalamishi, ndodhet jashtë vendit, ndërsa tek bashkia si presidente nuk ka asnjë interes për Vllaznin. Sikur të mos mjaftonte kjo, koha për të shlyer borxhet është shumë e shkurtër, ndërsa mësohet se bashkia nuk mund të kryejë asnjë veprim financiar deri në muajin shkurt. Pavarësisht tentativave të përfaqësuesve të bashkisë për të qetësuar situatën, faktet të çojnë drejt një përfundimi, se parat nuk do të mund të paguhen në kohë dhe dënimi do të jetë i pashmangshëm. Shpresa vetme mbetet tek Federata Shqiptare e Futbollit, e cila mund t'i bëjë një nder Vllaznisë e t'i paguajë ajo borxhet deri në momentin që Kuqe Blu të jenë në gjendje të mirë financiare. Një situatë e turpshme për klubin dhe për drejtuesit e saj, pasi paralajmërimet e FIFA-s kanë disa ditë që kanë mbërritur dhe askush nuk ka reaguar. Bashkia Shkodër vetëm zyrtarisht mund quhet presidente, pasi nuk e ka mbështetur as pak klubin dhe duket sikur Vllaznia është një barë e tepërt për ta.